Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani spec djegës, por askush nuk e di se çfarë i shkakton në zemrës. Speci i kuq djegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, llapia dhe njëkohësisht sëmundjet e stomakut, temperatura, problemet me tretjen, fytin, çrregullimet hormonale, të vjellat dhe njëkohësisht bajamet. Speci djegës dhe gjithashtu shëndeti i zemrës. Speci djegës është i mirëbërës për shëndetin e zemrës. Konsumi i tij, sipas të dhënave, ka një ndikim të menjëhershëm në sistemin e qarkullimit të gjakut, enët e gjakut, arteriet dhe gjithashtu tensionin e gjakut. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë i atribohet kapsaicinës, një substancë e cila shkakton aspektin djegës të specit. Kapsaicina gjithashtu ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specit të kuq djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe njëkohësisht pengon trombozën. Këto probleme mund të shkaktojnë atak në zemër. Vlerat e tjera të specit djegës. Speci djegës është një burim i shkëlqyer i karotenoidëve, antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Sipas informacioneve, speci i kuq djegës përmban edhe sasitë e larta të vitaminës A. 2 lugë gjelle me spec djegës të kuq në variantin pluhur ofrojnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuq djegës janë një burim shumë i mirë i vitaminës E, C, B6, K, manganit dhe fibrës dietike. Si ta përdorni specin e kuq djegës? Speci i kuq djegës mund të përdoret i thatë ose i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, gatime me mish, supa dhe fasule. Niveli i nxehtësisë së specit mund të minimizohet duke hequr disa prej farave. Farat duhen hequr duke përdorur doreza dhe duke shmangur kontaktin me syt. Mund të bini nga pesha. Studimet kanë treguar se ju mund të rrisni aftësinë për të djegur dhjamin dhe për të ulur oreksin në qoftë se ju konsumoni speca. Mund të parandaloni infeksione të ndryshme. Bota ka përdorur erza dhe barishte të ndryshme si një mjet për të ruajtur shëndetin që nga fillimi i kohës. Sidoqoftë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është që mund të parandalohen këto sëmundje falë specave djegës. Mund të luftoni edhe dhimbjet e shkaktuara nga migrena. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga speci djegës është duke përdorur kapsaicinën e pranishme në të si një spraj hundësh. Studimet kanë treguar se kur aplikoni këtë spraj në vrimat e hundëve, efekti i tij kundrejt të dhimbjes së migrenës dhe të kokës është jashtëzakonisht i fuqishëm. Mirë po para përdorimit konsultohuni me mjekun. Do të jeni në gjendje të luftoni diabetin. Është provuar shkencërisht se kapsaicin është në gjendje që të ulë nivelet e glukozës në gjak dhe gjithashtu të rrisë nivelin e insulinës. Për këtë arsye, besohet se speci e lufton diabetin. Studimet mbi kafshët gjithashtu kanë treguar se ky përbërës mund të qetësojë enët e gjakut dhe njëkohësisht të ulë presionin e gjakut, madje edhe të ndihmojë të gjithë ata të cilët vuajnë nga hipertensioni. Vuani nga dhimbja e kyçeve, receta me vaj ulliri dhe spec djegës do t'ju vijë juve në ndihmë. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë të shumta, pasi është një lehtësues natyral i dhimbjeve.
i cili gjithashtu mund të mbrojë zemrën tuaj, por nga ana tjetër edhe të ndalojë hemorragjit nga plagët e ndryshme dhe të ndihmojë sistemin tuaj imunitar. Një kurrë thjesht me 2 përbërës si spec djegës dhe vaj ulliri është cilësuar si ndër më të mirat për të lehtësuar dhimbjet e muskujve dhe të kockave. Kjo maskë duhet përgatitur në 2 mënyra. Në një kavanos të qelçt, vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe e mbulojmë me vaj ulliri. Kavanosin e mbyllur me kapak e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm për 2 javë. Më pas mjafton që ta aplikoni ato në zonat të cilat ju japin shqetësim. Do t'ju nevojitet gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit e hedhim në një tas dhe e ngrohim me banjë mari, pra e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas shtojmë edhe specin djegës pluhur dhe e trazojmë që përbërësit të formojnë një masë homogjene. Këtë masë merreni dhe aplikojeni në nyje apo në muskuj të cilët njëkohësisht ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë atë në të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Kujdes, kjo pomadë nëse bie në kontakt me syt mund të shkaktojë skuqje, madje edhe probleme më serioze. Gjithashtu pasi keni aplikuar këtë pomadë, mos e shpëlani zonën me ujë të ngrohtë pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Ndërkohë, është një burim proteinash. Çdo 100 gram të specit djegës përmban 1 gram proteinë. Kur konsumohet shumë proteinë, trupi është automatikisht i mbrojtur edhe nga humbja e masës muskulare, dobësia e imunitetit, problemet me frymëmarrjen. Proteina ndihmon në transportimin e oksigjenit në gjak, forcon muskujt, enët e gjakut dhe rregullon sistemin tuaj nervor. Vitamina D. Specat djegës janë të pasur njëkohësisht me ushqyes, vitamina dhe me minerale të ndryshme. Ato përmbajnë edhe vitaminën D që e mbron organizmin nga sëmundja e Alzheimerit dhe dobësia e kockave. Vaji me speca djegës ofron vitaminën A edhe K dhe i jep trupit tuaj një sër përfitimesh. Ky vaj është i dobishëm edhe për kockat. Ai përmban edhe antioksidantë të cilët luajnë një rol kryesor në zhvillimin e dhëmbëve, sistemin imunitar, ndarjen e qelizave dhe riprodhimin. Vitamina K ndihmon edhe kundër mpikses së gjakut. Hekuri. Vaji me speca djegës përmban hekur. Ngrohja e ushqimeve të pasura me hekur parandalon një sër sëmundjesh siç është anemia. Këto ushqime mund të ndihmojnë të ndihesh më i qetë dhe mund të parandalojë lodhjen dhe drobitjen. Pamjaftueshmëria e hekurit shkakton anemi, koll dhe probleme të tjera. I bën mirë zemrës. Një tjetër vlerë e shtuar e vajit pikant është edhe aftësia për të përkujdesur për sistemin tuaj kardiovaskular. Ky vaj gjithashtu përmban një substancë e cila njihet si kapsaicin që ndonse në sasi të vogla ndihmon në rritjen e kolesterolit të mirë dhe në ruajtjen e shëndetit të zemrës. Mirëpo duhet të dini se vaj me speca djegës përmban edhe vitaminë C, e cila mbron kundër goditjeve në tru, sëmundjeve koronare dhe problemeve të tjera me sistemin kardiovaskular. Vitamina C pakson kohëzgjatjen e të ftohtit dhe ndikimin e tij në organizëm. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!